Sapo kemi mbërritur në lagjen Marvalak, një fshat i cili teksa shihet është në heshtje, ku në kohën e diktaturës ky fshat lulëzonte në çdo aspekt, ku jetonte çdo moshë, fëmijë, rini të moshuar. Banorët e kësaj zone njihen si punëtorë në fushën e bujqësisë dhe blegtorisë, por në ditët e sotme rinia është larguar dhe kanë mbetur vetëm të moshuar. Jemi këtu në fshatin Marvalak, të fshatit Droj, me zotin Lulzim Kaci, banor i kësaj lagje. Zoti Lulzim, kënaqësi të flas me ty sot për gjithë përditshmërinë, problematikat dhe gjithçka që ka fshati. Do na tregoni paksa? Po. Këtu për 40 dhe sa vjet demokraci, tu nuk ka vënë dorë as në rrugë, as e mruj sjellësin e përvaditjet e për gjanat, kina, kret, ashtu. E kina i kilometër ujtin si shkot derdhët kot, për me këse, për me holl, me vadit arat mileti. Çdo gjë është, kret mrapa, as s'ka vënë dorë kush, as vje bashkia, as vje kur kush që është në këtë zona. Ina kret mrapa. S'kina as, si ta shpjegojmë të këtu, nuk të vje turp me erë kush me të erdhi mik, me dash me të erdhi shpia, nuk ka kur rrugë për me erë, me të erdhi për darë, ose me hek. Me të smu i rëpë, s'kina ku me bon, i gjilpan, do të shkem të halim ma moras, se nuk ka këtu, kja zonë to. Si, në lanë si më fond, me dhe ne. Edhe se i shëdi, po. Tu, as s'kina ku qemë qumshin, as s'kina ku me bëha si gjanë, të dalë të që qumshin me pagure në pazar. Ose të quki bachet atje me 300 lek, 350 lek kilin e qumshin. Ka zhvillim bujqësia dhe blegtoria këtu? Po ka zhvillim, po me pas vaditje, me pas gjane, po s'pat vaditje, po s'pat rrugë, po s'pat gjane, qa zhvillimi ke këtu? Qa do të vishtë? Tu s'më fush makinën për merë, e foti herë, po me që 3 herë makinën e ke për shërbim. Vadicët, një i shisit birë këtu për më të dveni kretë. I shisit birë këtu për më të dveni. Nuk ke di, po. Tu ina shumë mrapa. Banorët e lagjes këtu, më shumë të me çfarë merren? Këni këtë jashtë shtetit, në në allagat kanë gëllë vetëm kina gëllë da kështu. Emigracioni më shumë? Po, këti këtë bëndë. Në më shku me dalim gjate, du se të kesh rrugën, po, që du shkesh? Ku du të meshtë? Tu si du të meshtë, meresh me lopë, meresh me tokat, meresh me bëjsi, tu po s'pa dhe ujtin kanë maru tokat. Më shku mi po, po s'pa dhe kollimin kanë maru, po s'pa dhe rrugën kanë maru, shnet. Qita si na duen, si kina asni. Asi zonë si kina këtu, si kinës. Deri me tani, keni pasur ndoj përkraje nga shteti? Jo, unë nësi dhoj përkraje, mush për gjeti përkraje, në që ka shi. Një përkraje në më të vogël të ketë, më shku me gjithet jem letër, si ju ka dhoni përkraje, i kam 4 kilometr, e grunë pas i plam të. Po të rinë në fshata ka? Jo, ka di, kush shëpë në të, kush ka për në të? Kush do të rikë? S'ka kush të rikë. A ka dasma dhe lindje këtu në fshat? Kush lindë blesht? Po thua se ka rënë numri lindjeve? Jo, ka ra, po kush është? Po dasmat e kështo nuk bëhen? Kush bëhen? Kush ka të bëhet dasma? Tu ka nikë ma gjenë mu të vjerë këtu më lagjet tonë. Sa është uni? Tu mi pas 93, 94, tu ke pas kalamaj këtë shkolla, u mushtë rrugët me shku shkolla, se 3 kalamaj kësi shkim shkolla. 3. S'ka ka një kretë, mileti. Ka një kje shtetit kretë.
S'kan që me bon, ku du të me. Vite më parë, sa banor kishte fshati? Banor. Po ka pasur shumë, ka pas tu. Tu kina anak, tu kina qenë 30 shtëpi. Dhuguriti ka 5-6 për familje, ka 5-6 vetë, se të ngell ka 2. Unë vetëm me grutë ngell. Me nik. Djali ka hik atje, tjetëri atje, s'kan që të bëjnë. Po tani sa ka, apo numër shumë i pakët? Jo pak, po kreti pak mund të shesë, më në rajtë i një mërë kretën, po. Mund të qenë 30% si kanë qenë familje. Familje, tu 30% nga këtë tjetë e një. Çfarë kërkoni nga shteti? Na kërkojmë rrugën e ujnit pa tjetër. Rruga, si të vjerë rruga, e ne ujë sjellsin me vadit, ujtin me vadit mo, në tokët. I kilometre kina lërkë që shko ujti kotë. Dhe erdhëm kanal kotë. Ka shku bota kanale, vetëm si i kanë bo kotë. Së vadit kërkush. Tu e kina, ka qenë vadit tonë, më gramë zë vërdalë, mi kanal që në kallo që të me e kina 300 metra lërkë. Ka pasar ujti shku më gramës. Në këtë zonë janë ndërtuar dhe shtëpi shumë të bukura, por shumica prej tyre janë të braktisura, sepse rinia ka emigruar jashtë shtetit. Tre nga problematikat më të mëdha të banorëve të kësaj zone ishin teksa rruga është e pa asfaltuar, energjia elektrike dhe mungesa e ujtit për vaditje. Jam në zonjën Vera Kaci, banore e fshatit këtu, e cila është një shtëpiake. Zonja Vera, kënaqësi të flas me ty sot. Do na tregoni pak ju si shtëpiake këtu. Me çfarë merreni, si është e përditshme juaj? Ne me punë të shtëpisë, qomi mëgjes, pim kafën e mëgjesit. Drejtimin kësole lobëve, u shërbej lobëve, i pastroj, rregulloj, i mel. Më tani, i mrena për punë të shtëpisë. Dal ka dalë vjet dreka, do të bëjmë drekën. Të kështu me kopësht, me perime, mundona mi bo vetë, sepse s'kena ku të marrën. Çfarë përmban baqja juaj? Majmë rrush, shkumlla, miell, fruta, perime, gjitha i kam. Gjitha. Për shembull, ka pak se s'kena mundësi ma. A ka kultivim të bollshëm? Kultivim për të bëhen, po bëhen e kalbën në kopër, se s'kena ku i shem. Nuk kena ku i shem kërkon. Vetëm ham për veti, tjera të A kalbën. nuk keni treg shitje? Jo, kërkon. Lesi na s'kena rrugë, mëse mi shit. Dhe me pas gëmar, mi vum gëmari. Ku t'i vejmë, na s'kena rrugë. Problematika më e madhe këtu që ka rruga. Rruga, ishi me rana nuk kena ku shkem. Se kur ka reshje, ka Reshje shumë për dëmtime? mytet veni, s'kena ku shem kalamit me dashni shumë. Shkollën, kanë hik kërtrit, kanë praktis veni, sepse s'kena kushte. Jetese me jetu. Kur vjen fundjava, si e kaloni? Ndoj kafe, Ma shumë drek? me mërzi, tu menu se qatë bëjmë, ku të shem mallin, lodhna, copton, ha. S'kena ku e shem, na shkomuni dam. A dini ndonjë kafe këtu vërdet? Po, kujna të dalë për kafe, na. Me gratë e fshatit, komshije, të afërta? Jo, nej rast i rrallë mund tjetë, nej, kur kena nej ditlindje, nej herë, thona shëshit si shkum ke i lokal, sepse Po kur vjen s'kena të mundësi. po kur vjen 8 marsi, a e festoni? Herë, ku kena gjanë pra lopë të tokën, ku të shkem. Nuk kena si me thonë me ardhi autobus, me na mledh, me na shu dikun për shembull, ose me investu dikush, ose për shembull për kush është nanë me shumë kalame, ose nanë si s'ka mundësi, ose... Herë shkëm, si pas mundësive. A s'keni ndonjë kafe këtu në fshat ku Jo, lidheni ndonjë na s'kena i mazdite? dyqan, s'kena i kafe, s'kena me bojnë gjilpon, mu, na vdesim, i orë me dalë në rrugë, pra rrugët prashme. S'kena, na jetojmë si mes jetës, ashtë shumë veni mirë këto, me pas investina, shumë veni mirë, dhe me thamë.
Sa është prodhues, po s'ka investime. Një detyru të rritë kanë hekun për veti, 4 kalamet s'ka mas një këtu. Do më thënë, ju nuk keni qendër shëndetësore këtu në fshat? Jo, s'bëhet fjalë. Po shkollë për fëmijët? Jo, e kena shkollën, e kam larkë. E kena rrugën, do me thonë, i thonë, ana ka lot droja, ne prish rrugën, një javë kam shu djalin sherdhe, shumë kopësht, një javë ka nej pa shkollë, ose mu me të mdrojë, s'kishim ka me kalu. Në vdek. Kjo lagje, e cila ka njerëzit më punëtor, as nuk figuron në Bashkinë e Kurbimit. Jam me zonjën Sultane Stafa, e cila është banore e fshatit ku ndodhem. Zonja Sultane, përshëndetje. Përshëndetje. Doja të pyesja pak sa ju si banore e këtij fshati, si është e përditshme juaj, çfarë përjetoni, si e kaloni problematikat e mira e këtij fshati, cila është? Problemi jonë kryesor, ne e millim prodhimin e nuk bëhet, se nuk kemi ujë. Sidomos misrin. Me shku me pa misrin, është tha komplet, ala pa qitë gjufkën. Se s'ke, nuk ka kanale vadicës, ka kanale kullusës, ka, thot zoti, asi këtë problemet i kena. Asit mirë nuk e kena pri shtetit. Bëjmë perimet, i bëjmë, ja ku janë kalben atë. Çfarë kultivoni më së shumti? Ja, perime, patatja, kalb, sa të bëhet kalbet. A nuk keni tregshitje? Ja, s'kemi tregshitje. Ku mund gremu, me s'mund, plak e vjetër, me s'mund, shkret dal ma murra sa më fëshkruj me qese. Se nuk vje makina këto, se nuk ka rrugë. Është rruga prish kret. E marrë gocën, shko goca në shkollë, prik të ma murras, do të qenë duka gjinë, merë 20.000 lekshin, asa ti teket ati me marë, dit për dit, as nuk në investojnë me në dhonë as shteti për shkollën. Ere këto, këtë problemi jina ne. Jina më fund që do, as pyt kush si jina gjallë. Po linjë urbane për në qytet, keni? Po kina linjën, pra do të dalim atje më të stradë. Me ka urbanin me shku, o ma murras, o më fëshkruj, a ku dush më shku. Sa kohë ju merë nga këtu në fshat deri në... I orë të mirë në kalu, ma mu deri atje më të stradë, ose ke katë rrugë, që ke rrugë e fabrikës. Një orë të mirë më kam. Sa banor ka pasur fshati këtu? Qatë thamun, na jena si lagje vogël, se ashtë edhe lagja golemes, edhe lagja jonë, se jena ma problematike për rrugën. E me lopën, merë që unë shtin, shko falin duka gjenë. Më karaha, zvje makinë to, zvje. I thonë ati në baqës, hajde me e marë që unë shtin to, ku të vjen rruga cop-cop, prish makinën thotë. A s'ka vendosur ndonjëherë dorë shteti këtu? Si herë. Thonë, se kanë arfonde, për rrugën, rruga cop-cop. Sa reglu 40 vjetë jesët. Po energjia elektrike, si është? Energjia, mos i kanë vu kablat, disi mami. Disi mami. Kurendi i pakta, po kanë vendos kablat tash. A ka të rinë këtu në fshat, dasma, lindje, ka? Tritë kanë morë rrugën me hikë. Djeli im prik të dhe qëkojtë punoj malzi. Lenanën fëllakat me fëmine vetë. Që të bënë? Pam disa shtëpi të braktisura të vënd drynin më sakë dhe si është e doni këtë? Jenë hetë, braktisë mjenë këtë. Fillojnë, vetëm këtu më legjët të unë jenë, si do mas gjagjia. Ska e? Usë mu e shoj që shkoj mu vizitu, ku të vizitu ato? Ta e morë fëmija në Itali. Që të bëjnë? Nuk ka qendër shëndetësore këtu? Po është jenë, ku këto? Ma murës pra.
Këtu në fshat nuk keni. Këtu. As dyqan, që do ku jena në dyqan me bleti që se kryt nuk e kena. Në qofë se ju së mureni dhe keni nevoj për të bërë një gjilpër, si e veproni? Do dalim këtu në murë, ose më kam. Ose me pas në një makinë tune, po halët e veta gjithë se kosh. Do me thonë, deri sa të shkoni në qendër shëndetësore, në spital, ju smureni më shumë, për gjatë rrugës. Që të bëjmë? Çfarë keni ndonjë merak ose kritik për t'ia thënë shtetit që vendose dorë këtu në shtetin? Vetëm rruga! Të shtrohet rruga, Marvalak, e goleme, çdo gjë zgjedhë. Edhe kjo rruga këto. Ne dalin njerëzit, del fëmi, djali imi, shoqit I tjetër, me makinë, dalin pri Brodur të Kaskatës. Rrezik me ranë Kaskatë. Se s'ka rrugë, ku me dalë për me dalë në gjatët kryesore ma shkurtja. Kur vjen fundjava, si e kaloni? Keni ndonjë kafe ose lokal ku e kaloni me ndonjë? Fushkruj, mamurras. Këtu nuk ka asnjë? Ja, këtu jo kena. Shqito s'ka, se është vetëm rruga problemi kryesor. Në lagjën Marvalak, takuam shumë banor të zonës, të cilët ishin mikpritës dhe shumë të dashur. Kishte edhe nga ata të cilët nuk pranuan të flisnin përpara kamerave. Ne po ikim me shpresën që pushteti vendor dhe qeveria të vënë dorë në këtë lagje. Mirupafshim. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.